BDI ka reaguar ndaj deklaratës së fundit të Ministrit të Transportit Aleksandr Nikolovski, i cili para disa ditësh tha publikisht se segmenti Trebenis-Strug-Qaftan si pjesë e korridorit 8 mund të përjashtohet nga projekti për shkak të kufizimeve të lidhura me UNESCO-n. Para disa ditësh, Ministri i Transportit Aleksandr Nikolovski deklaroi publikisht se segmenti Strug-Qaftan, pjesë e korridorit 8 mund të përjashtohen nga projekti, duke u arsyetuar me kufizimet që lidhen me UNESCO-n. Kjo deklaratë është alarmante dhe papranueshme. Korridori 8 nuk është një projekt lokal infrastrukturor. Ai është korridor strategjik që lidh Adriatikun me detin e Zi, duke bashkuar Italinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut me Bullgarinë në një aks të vetëm ekonomik dhe gjeopolitik. Segmenti Strug-Qaftan është pjesë përbërëse e këtij korridori dhe pjesë e planit të miratuar dhe të kontratave ekzistuese. Heqja e këtij segmenti nuk është thjesht ndryshim teknik. Do të thotë të dëmtohet vetë logjika dhe funksionimi i korridorit 8. Sepse pa këtë segment ndërpritet lidhja natyrore e korridorit mes Adriatikut me detin e Zi. Kjo nuk është vetëm çështje infrastrukturore. Kjo është çështje gjeostrategjike. Korridori 8 është një nga projektet që forcon lidhjen perëndim lindje në krahun jugor të NATO-s. Dobësimi i këtij korridori hap hapësirë për promovimin e aksit veri-jug, që përkon me projekte infrastrukturore të promovuara në rajon nga aktorë të tjerë gjeopolitik. Dhe ne dim shumë mirë se pas këtij orientimi shpesh shndron ndikimi i projekteve që lidhen me Serbinë, si dhe me interesat e Kinës dhe Rusisë në rajon. Prandaj çdo tentativë për të dobësuar korridorin 8 duhet parë me seriozitet maksimal. Dje në Strug ishte zëvendësministre e transportit Kaltrina Zekolli. Ajo promovoi projekte të tjera, por nuk tha asnjë fjalë për deklaratën e ministrit të saj. Asnjë reagim, asnjë sqarim, asnjë çndrim. Ministri paralajmëroi përjashtimin e segmentit me Shqipërinë nga korridori 8, ndërsa zëvendësministra shqiptare hesht. Hesht dhe kryetari i komunës së Strugës me ndyqyra, i cili në vend që të mbrojë interesin e qytetit që drejton, po shërben si alibi për këtë situatë. Prandaj sot shtrojmë disa pyetje të drejtpërdrejta. Apo planifikon qeveria të heqë segmentin Strug-Qaftan nga korridori 8, është kjo arsyeja pse ministri paralajmëroi publikisht këtë mundësi dhe pse zëvendësministra Kaltrina Zekolli dhe kryetari i komunës së Strugës nuk thanë asnjë fjalë për këtë çështje. Qytetarët meritojnë përgjigje të qarta. Korridori 8 është projekt strategjik shtetëror dhe ndërkombëtar. Ai nuk mund të ndryshohet me deklarata të rëndësishme apo kalkulime politike. Çdo tentativë për ta përjashtuar Strugën nga ky korridor është e papranueshme. Kërkojmë nga Ministria e Transportit dhe nga qeveria të sqarojnë menjëherë nëse segmenti Strug-Qaftan mbetet pjesë e korridorit 8. Sepse dobësimi i këtij korridori nuk dëmton vetëm Strugën. Ai dëmton rolin strategjik të Maqedonisë së Veriut në lidhje Adriatik-Deti Zi dhe në arkitekturën e sigurisë së NATO-s në rajon. Dhe kjo nuk është diçka që mund të pranohet.